Si pari i edicionit të 64 të festivalit mbar kombëtar për fëmijë u ngrit mes emocioneve të mëdha, ngjyrave dhe energjisë fantastike. Nata para këtij rrugtimi të gjatë historik të këngës për fëmijë bëri bashkë në skenën e teatrit Mixheni talentet më të spikatura nga të gjithë trevat shqipfolse në një atmosferë festive dhe me një skenografi magjepse. Interpretuesit e vegjël dhuruan performanca që rrëmbyen duart rokitjet e gjata të publikut. Jam shumë i kënaqur realisht. Ka fillu bukur me mikpritjen e publikut për gjitha këngë. S'kishte si tonte ndryshe sepse si vjet ka pas një konkurrencë shumë të madhe, qysh në hapat e parë para se të kualifikoheshin këngë dhe këto 30 këngë janë zgjedhur nga shumë këngë të tjera. Prandaj nuk kishte si të kishte ndryshe përveç se që gjitha këngët kanë emocionin e tyre shumë të këndshëm, shumë bukur. Unë ndjem shumë mirë. Se di si ta shpjegoj këtë emocion, po thjesht ta them në një fjalë, ndjem shumë mirë. Po. Fruta perime, të gjalla të zime, perime dhe fruta, të forta të buta. Për me kanë pjesërisë, edhe pse është edhe më thjesht për me kanë konkurrim, është shumë bukur për me dëgju tan talentet edhe prurjet e reja. Ka një rol shumë të lezetshëm secili për tyre në festival dhe kjo gjë që më pëlqen më shumë. Edhet e festivalit pritet të rriten edhe më shumë